pse paragjikojmë për më u kthy domethënë te tema, është ajo që na nuk jemi të përmbushëm si njerëz. Na jemi objekt i paragjykimit prej të tjerëve dhe mandej këtonave që reflektojmë tek të tjerë. Që për shembull njëri prej komenteve që më shumë tim ka bërë përshtypje që të kohën e fundit, në vakt fushates, nëse tash në vakt fushates po kemi gjithë, po sidoqë të tjerë, në kohë fushate domethënë njerëzit dhëzen më shumë se normalisht është aktiviteti publik më i madh se sa në kohët e tjera. Njëri prej komenteve më të çuditshme, e kish komentuar dikush Nasim Haradinajt, njënit prej luftëtorëve më të mëdhaj të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i kish komentuar, "Hajde se sen so kom puna jote se ti nuk e ke vrarë kërkon luftë." Wow. Domethënë, tash me hina me akshir profilin, ne mërgjimtar, me siguri, me bindje të plot, ai individ është i paragjikuar prej familjes, prej rrethit vet. Pse ti ke ik, pse ti s'ke luftu, pse ti s'e kon këtu në kohën më të mirë. Në kohën kur është dashur me kon këtu. Atash ky normal që duhet me i thon arsimit që as ti s'ke luftu se do na ne kallzu. Mekanizëm brejt me arsyetu vetë. Do na ne kallzu fëmijëve të mi që s'u kon kur gjë atje se nuk është bobi i dopt, po kur që s'u kon ajo farpune. Domethënë problemi është që na si shoqëri nuk mrrina me i bën kapërcimet nëpër etapa në mënyrën më të mirë të mundshme, e kjo tani na kthehet te shëndeti mendor atje që na pritojnë akoma shumë me shku te psikologu, pritojnë mi kushtu kohë vetes. Po se jetojnë pak për të tjerët edhe më paragjykojnë. Po, pikërisht. Pse unë po shkoj te psikologu, paragjykona se mos po thotë kështu, mos po thotë kështu edhe po dhe jemi të dopt kur paragjikohemi. Jemi të dopt kur paragjikohemi se nuk e kemi të avancuar sistemin mbrojtës që mos me e kthy paragjikimin, po me u përboll me to. Për shembull, unë kam punuar në televizionin e kohë shumë gjatë. Edhe normalisht që kom pas me qindra komente na për secilën story, na për secilin material që është shpërndon rrjetet sociale. Domethënë hin në zotni atë, edhe e shkruan një fjali që i përballesh për dy fjalëve. Gazetar i pa shkollë, 5 gabime drejt shkrimore. Unë nuk e marr komentin e tinaj. Mu nuk më intereson mendimi i tinaj, përderisa ai bën 5 gabime drejt shkrimore në 2 fjalë. Mu nuk më vynë, nëse mu një profesori jemi, më shkruan edhe më thënë, Leonard nuk je gazetari mirë, Leonard nuk e ke bo mirë që të storje, që të material, që të kronik, atë okej, që të talodorë, hajde mësëm. Profesori yp t'jep këshill. Ndërsa ky qytetari, ky ka dhënë paragjykim. E këto janë dy gjëra ndryshme që edhe na do të me i dallu këshillen. Nuk dina me kuptu që to, edhe veç e kthejmë andej. Na e kthejmë, nëse ai më thot gazetari pa shkollën, do të me himi i thonë atinaj, ti je pa shkollë, ti s'po din, ti nuk çesa ke ç'ke shkruar. Më fal, për të reagime. Ti nuk reagon. Po, zakonisht nuk reagon kërkosh të na. Edhe ti arrin me vlerësu nivelin tënd. Po problemi është se ka plot që reagojnë, ata si reagojnë